Mbyllet zyrtarisht aventura El Said Hysait te Lazio më 30 qershor skadoi kontrata e mbrojtësit shqiptar i cili largohet nga klubi kryeqytetas pas 4 sezonesh dhe 131 paraqitjesh me fanellën bardhë kaltër. Lazio vendosi të mos i ofrojë rinovimin 31 vjeçarit në kuadër të strategjisë së klubit për të rinovuar skuadrën dhe për të ulur ndjeshëm fondin e pagave. Së bashku me Hysain nga ekipi u larguan dhe Pedro dhe Toma Bazic, kontratat e të cilëve gjithashtu përfunduan më 30 qershor. Sipas mediave italiane, largimi i 3 futbollistëve i kursen Lazios rreth 9 milionë euro bruto në sezon vetëm nga pagat. Klubi synon të vazhdojë të reduktojë kostot edhe përmes shitjeve të mundshme të Alessio Romagnolit, Ivan Provedel dhe Mario Hila, ndërsa fondet e kursyera pritet të investohen në afrimin e lojtarëve më të rinj, ndryshe nga Pedro i cili po shqyrton pensionimin ose një rikthim te Tenerife dhe Bazic që ka arritur marrëveshje me Venecian, e ardhmja e Hysait mbetet ende pa qartë. Mbrojtësi shqiptar është tashmë lojtar i lirë dhe pret ofertën e tuhur për të vazhduar karrierën. Emri i Hysait vazhdon të lidhet me zhvillimet në merkaton italiane dhe për shkak të marrëdhënies së tij me Maurizio Sarrin, trajneri italian i cili pritet të marrë trajtimin e Atalantës po kërkon të ndërtojë skuadrën sipas filozofisë së tij dhe mediat italiane raportojnë se klubi bergamask po ndjek nga afër edhe mbrojtësin Mario Hila të Lazios, edhe pse deri tani nuk ka sinjale konkrete për një ribashkim me Hysain, fakti që shqiptari është pa kontratë mban të hapur mundësinë e çdo destinacioni gjatë javëve të ardhshme dhe Atalanta është një nga opsionet për mbrojtësin shkodran. Pas një eksperiencë 4 vjeçare në kryeqytetin italian, Hysai hap një kapitull të ri në karrierën e tij, ndërsa pritet të vendosë shpejti se ku do ta vazhdojë aventurën e radhës. Ditën në vijim pritet të ketë zhvillime teksa vetëm pak ditë më parë, për Panorama Sport Hysai shprehi se do të shijojë pushime disa ditë dhe se do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me menaxherin, pasi pikërisht ai do të merret me merkaton për mbrojtësin e kombëtares. Rubin Kazan ka zhvilluar miqësoren përballë Orenburg, e vlefshme në kuadrin e miqësores Prag sezonit të ri, e përfunduar në shifrat 1-2 në favor të këtyre të fundit. Në këtë test, kalon gjurmën e tij edhe sulmuesi i kombëtares, Mirlind Daku, i cili e gjeti rrugën e rjetës në minutën e 24 të pjesës së parë, gjatë një aksioni të rrjedhshëm i shërbyer nga Shaban Haxhaj. Mirpo, skuadra amike e përmbysi rezultatin, fal golave të Bolotov dhe Golubin. Një nisje shumë e mirë për 28 vjeçarin, i cili në këtë sezon të ri do të bëjë çmos të fitojë edhe besimin e trajnerit Rolando Maran për ndeshjet e ardhshme të Shqipërisë në muajin shtator. AEK është shumë pranë arritjes së marrëveshjes për rinovimin e kontratës me mbrojtësin e majt Stavro Pilo. Sipas raportimeve të mediave greke, bisedimet mes klubit dhe futbollistit të kombëtares kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa palët kanë gjetur gjuhën e përbashkët për vazhdimin e bashkëpunimit. Mediat greke bëjnë të ditur se marrëveshja është në rrugën e duhur dhe se rinovimi pritet të formalizohet së shpejti. Kontrata e re e 24 vjeçarit pritet të jetë e vlefshme edhe për 4 vite të tjera, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që njoftimi zyrtar nga AEK të publikohet edhe para atij për rinovimin e sulmuesit Luka Jovic. Rinovimi i Pilos konsiderohet pjesë e planit të klubit për të ruajtur bërthamën e skuadrës për sezonet e ardhshme, me drejtuesit që synojnë të sigurojnë vazhdimsinë e lojtarëve të rëndësishëm në organik. Vetëm pak javë më parë, Pilo u grumbullua për herë të parë te Shqipëria, duke u bërë pjesë e kuqezimeve, ku edhe arriti të debutonte në play-off kundër Polonisë, madje u bë protagonisti një rasti të artë që humbi. Interi kërkon shitjen e kartonit të Christian Aslanit. Për këtë, menaxheri i njohur italian, Federico Pastorello, u paraqit sot në selinë e zikaltërve. Pastorello ka marrë detyrën që të dërgojë oferta për Benjamin Pavard dhe Aslanin, dy lojtarë për të cilët respektivisht Marseilla dhe Beşiktashi nuk paguan klauzolën e blerjes pas huazimin. Agenti italian menaxhon Romelu Lukakun, po ashtu më parë njihej edhe për bashkëpunimin me trajnerin Antonio Conte. Tek Aslani janë treguar 2 klube që janë të interesuara për shërbimet e tij, por jo të gatshme të bëjnë çmenduri në merkato. Pikërisht, Cagliari dhe Beşiktashi. Këtyre të fundit ju kërkuan 11 milion euro. Beşiktash ka falenderuar Christian Aslanin për kontributin në sezonin e fundit. Mes fushori i kombëtares konsiderohet i Interit që nga data 1 korrik. Falenderojmë Christian Aslanin, i cili ishte pjesë e skuadrës sonë në huazim të përkohshëm, për kontributin e tij në klubin ton, dhe ju urojmë suksese në vazhdim të karrierës së tij, shkruan Beşiktashi në rrjetet sociale. Aslani nuk pritet të qëndrojë për shumë gjatë tek Interi. Cagliari është i interesuar për shërbimet e tij,
ndërsa Beşiktashi do të futej në garë vetëm nëse pretendimet e zikaltërve do të uleshin. Klauzola që nuk u aktivizua për blerjen e kartonit ishte 11 milion euro. Mesfushori 24 vjeçar nuk konsiderohet si opsion nga Kristian Kivu, ndaj dhe largimi është çështje kohe. Klubi i Lecces duket se është gati të shtojë numrin e futbollistëve të kombëtares shqiptare. Pas Ylber Ramadanit dhe Medon Berishës, klubi i Seris A po monitoron me shumë kujdes një tjetër emër, këtë radhë me idenë për të përforcuar sulmin. Sipas mediave italiane, në vëmendjen e Lecces është kthyer përsëri Arber Hoxha, ansori i sulmit të kombëtares shqiptare, i cili ka qenë një protagonist në radhët e Dinamos së Zagrebit në vitet e fundit. Sipas mediave italiane, emri i Hoxhës është diskutuar që në janar, por aso kohe u vendos që të mos ndërhyej për të bërë të mundur afrimin e tij. Tani, interesimi është zgjuar përsëri, pasi Lecce kërkon të përforcohet dhe të kërkojë qëndrimin edhe një tjetër edicion në Serie A. Kartoni i Hoxhës vlerësohet 3 milion euro sipas Transfermarkt, por mbetet të shihet sa mund të kërkojë Dinamo Zagreb për të lënë të lirë 27 vjeçarin, të cilin e bleu 1 milion euro nga Slaven Belupo në janarin e vitit 2024. Yasir Hasani u rikthye ditën e sotme pranë klubit iranian të Esteglal, duke marrë pjesë në stërvitjen e tyre të parë pas një periudhe të gjatë shkëputjeje. Vetë ansori i kombëtares shqiptare ka ardhur me një postim në rrjetet sociale lidhur me këtë rikthim të tij, ku shkruan se ndihet i lumtur në një vend ku ka vetëm kujtime të mira. Pas një kohe të gjatë, rikthehem në Iran, i lumtur të stërvitem sërish me Esteglal. Një ndeshje e veçantë të rikthehesh në vendin ku je përmbushur vetëm me kujtime të mëdha, shkruan 31 vjeçari. Pak javë më parë, për Yasir Hasanin u spekulua një kalim i mundshëm te Getafe në kampionatin spanjoll, por deri më tani nuk dihet ende asgjë se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tij. Aidon Shehu do të largohet nga Hull City dhe me gjas, hapi i tij i radhës do të jetë në Greqi. Siç raporton korrespondenti i ekipit, Barry Cooper, mesfushori është shumë pranë kalimit tek Panathinaikos, të cilët kanë lëvizur për të afruar në gjirin e tyre 19 vjeçarin e talentuar. Mësohet se drejtuesit e klubit grek do të paguajnë në arkat e anglezëve 3 milion euro. Fillimisht, plani është për ta blerë përfundimisht kartonin e tij, e më pas për ta dërguar me formulën e huazimit tek një skuadër tjetër, për të fituar më shumë hapësira. Nëse ky kalim do të finalizohej, Shehu do të ndiste akoma dhe më shumë derbin e Greqisë mes Panathinaikos edhe AEK të Afinës, pasi kujtojmë se tek ta të fundit aktivizohen dhe 2 futbollistët e ekipit të parë të kombëtares, portieri Tomas Strakosha dhe mbrojtësi Stavro Pilo. Sa i takon prezencave me kombëtaren U21, 19 vjeçari është paraqitur në 10 ndeshje, duke shënuar 1 gol, dhe për trajnerin Alban Bushi, ai konsiderohet një element i çmuar në mesfush. Armando Broja nuk do të transferohet te Cagliari në Serie A. Pavarësisht zërave të shumt gjatë ditëve të fundit, është gazetari italian Alfredo Pedulla që po hedhur poshtë idenë e kalimit të sulmuesit shqiptar në Itali. Sipas Pedulla, Cagliari nuk është interesuar kurrë për 25 vjeçarin e kombëtares shqiptare, madje nuk e ka pasur në listat e objektivave. Kështu, Armando Broja mbetet ende në ajër me një të ardhme të paqartë, pas rënies së Burnley nga Premier League. Klubi anglez duket se po pret të emërojë trajnerin e ri dhe më pas të zgjidh problemin e largimeve dhe afrimeve. Nuk dihet ende nëse Broja do të jetë në planet e timonierit të ri të ekipit anglez. Sulmuesi i kombëtares Armando Broja, në një video të radhës për kanalin e klubit të Burnley, ka treguar përmes një pyetësori të shkurtër disa sekrete në lidhje me fushën e blertë dhe jashtë saj. Broja ju bashkua ekipit të Burnley në verën e vitit 2025, ndërsa ende nuk e ka gjetur veten. Shoku juaj më i mirë në futboll. Do të thoja Sterling, Livramento, Colwill, Edward, Laurent. Numri që ju mbani mend si futbollist. Numrimi i parë ishte 57. Besoj. Mendoj se ky ishte numri që kam debutuar. Lojtari më i mirë që keni luajtur së bashku? Eden Hazard. Nëse do ktheheshit mbrapa në histori, cili moment do rikujtonit? Momentin kur Cristiano Ronaldo fitoi kampionatin evropian me Portugalin në 2016, por pa dëmtimin e tij në finalen e madhe.
Cili vend do të dëshironi të jetonit për një vit? Në Florida, Pampa, specifikisht në këtë vend. Lojtari që ju e keni idhull dhe ju ka ndihmuar të rriteni profesionalisht. Ronaldo braziliani dhe Cristiano Ronaldo. Kush mendoni se është më i mirë mes këtyre dyve? Do të zgjidhja Ronaldo brazilianin, por Cristiano Ronaldo është goati im. Lojtari që ka më shumë stil te ekipi i Burnley. Do të thoja për veten? Marash Kumbulla nuk di se si do të jetë vazhdimi i rrugtimit të tij në sezonin e ardhshëm. Futbollisti i kombëtares shqiptare është kthyer nga huazimi te Mallorca në radhët e Romës, por nuk dihet ende nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij klubi apo jo. Duke folur për Sport Italia, futbollisti ka pranuar hapur se do të dëshironte që të punonte me Gianpiero Gasperinin, edhe pse ky i fundit në sezonin e kaluar nuk e përfshiu në preferencat e tij, duke e dërguar huazim në Spanjë. Do të më pëlqente shumë që të punoja me Gasperinin, e kam thënë edhe herë të tjera, por janë gjëra që do të shihen në javët e ardhshme. Nuk varet vetëm nga unë dhe ai. Do të mundohem që të paraqitem në grumbullim i gatshëm për të luajtur kartat e mia. Pastaj, do të vendosim të gjithë bashk ato që është më e mira për të tërë. Unë kam vetëm fjalë pozitive për trajnerin, e njihja që më parë, dhe mendoj se karriera flet vetë për to, tha Kumbulla.